Përshëndetje nga jezerci I Ferizajit. Bjesh klarë që lidhet me Budakov. Këtu ja marrë me Bacën Muhamet vizit sot për dëshmorët pasi është ta përjetoj vlau tim Kasanik. Jemi arte pika 6. Ja, që të janë dhja, që bunkeri për është, pika 6. Përshëndetje. Dhe bunkerin të sa mirë e kanë rujtë. Si kamat. Ky pozicion luftimi ishte një nga pikat mbrojtëse të zonës operative të Nërdimës. Më 28 shtator 1998 u zhvillua betejë ashpër në mbrojtjet e Ezercit dhe Lirisë. Në këtë betejë ranë heroikisht dëshmorët Arsim Zeqiri dhe Salih Balio, ndërsa u plagosën rënd ushtarët e ushtrisë lëndare të Kosovës, zonës Nërdimës, Dauti Lazi Shpati, Shaban Rexha Polluxha, Alban Aslani Bani. Lartësia mbitetare në lartë, prandaj është edhe borë edhe ftoftë. Këtu ishte I vendosur bunkeri pikës 6 që ka qenë shërbim të ushtarëve të UÇK-s, të cilët kanë qëndruar në këto pozicione gjatë luftimeve të zhvilluar në këtë pozicion për gjatë vitit 1998. Bunkeri ka shërbyer për strehim dhe mbrojtjen e ushtarëve nga granatimet e forcave serbe. Bacën Muhamet, më ka bënë ndërë të madhe sot. Kori. Mes Budakovës edhe Ezercit ndjesht bukrat e Gurra Kadis. Borë këmina. Të marruj njerëzën këtë vend bukur. Dhe vërimi tjetër u I bjeshë. Ju përshëndes nga këto modet bukura të Kosovës legjendare. Boce.